Del ndërmarrja me menus, detyrën zyrtare ke shpërndarën, çka duhet bëjë drejtori i qytetërisë për të shkarkuar. Nëse le të dalë le të tregoje kontratat, vepër dhe kontratat e përkohshme çka janë te aty, mos na shitet neve këtu gangster të i herës kaluar me këtë qasje. Имаме два се договори кои се сега влезени во фолио, значи со сите придонеси, да, и да, значи имаме различни места, има шофери за паја. Nëse atje konstatoni ju, është e vërtet, unë personalisht dhe kërkoj nga Këshilli Drejtues të marrë masa konform rregulloreve të brendshme të ndërmarrjes. Pasi ju publikisht e deklaroni si qytetar edhe si këshilltar se atë ditë vetura është shfrytzuar për nevoja private, do të kërkojnë nga Këshilli Drejtues të ngre iniciativë konform rregulloreve së ndërmarrjes që të merren masa për rastin e fjalë. Nëse vet ai nuk është në gjendje, nëse ai nuk është në gjendje vet, ndjehet fajtare tape dorëheqje, atë normal ne kemi kryetar komune i cili duhet kujdeset për pronën e komune edhe për keqpërdorimin e tatimeve të tetovarëve. S'kena ne çka na intereson ne ka ai vetur private aska. Ndoshta edhe unë s'kam, po gjindem shkoj. Pse t'ja paguajmë, domethënë ne atij, ai shkojë ta shfrytëzojë për punë private. Në turp, jo më ndjehemi shokun, po le të mbetet më në ndërgjigjen tuaj se çka do bëni. Ama kjo është publike, këtë dashon krejt qytetarët e Tetovës. Ka qytetar që u ka pengu, që mu kush ma ka qu? Ma ka qu qytetarit e Tetovës, i cili ka paguajt benzinin vetë ka shku deri në Mostivar. Edhe ka pa drejtorin me tabela zyrtare, veturës e ka shku atje. Çaj ma ka qu? Kush duhet ma qojë mu dikush tjetër? Напаѓаат човек само затоа што некој некого видел некаде пред неколку месеци. Мислим, дајте. Се сложувам со градоначалникот, многу убаво кажа, управниот одбор, нека се испита што било ситуацијата и секој нека одговара ако сгрешил. Меѓутоа, на вака некоректен начин да се напаѓа некој, да се кажува дека е арогантен и тоа нема смисла. Нека се гледа работата него, а не ароганција и карактери, да не меримо карактери. Okej, drejtori ndoshta nuk din, ndoshta nuk don fjalë për ligjet, e kjo ajo arroganca çka e kemo. Se ne e pyesim për diçka konkrete, ti del folën atë çka mendon ai. Jo atë çka duhet të jetë material. Jo ku çka kërkesë non zgjedhna ka shkatojnë këtu drejtorin. Pa ja ka flagrans me keqpërdorim me e ka çështjen e këtyre punësimeve tash. Ai ndëgjohet ju se tentoni këtë ta kaloni kështu thjesht. Për çka ka nevojë ndërmarrja tash për këto punëtor, kur as nuk ka parkingje treja, as nuk ka vende treja, që janë hap që duhet punëtor ekstra. Domethënë këtu punëson militant patja tek jo tash. Atëherë për sqaru këtë pjesë, drejtori nuk përmendi se bordi ka miratu dhe nuk mund ka miratu e bordi ta shfrytëzoj për nevoja private. Po tash unë do të tregoj unë si e kuptova dhe si është e rregulluar ajo çështje, që për nevojat e parkingut të mund me veturë zyrtare të shkojnë edhe në qytete të tjera që ka ndodhur për shkak të përgatitjes të kësaj rregullorie, ne kemi marrë përvojën edhe të qyteteve tjera në disa fusha se si kanë të rregulluar këtë çështje. Nëse atje konstatoni ju, është e vërtet, unë personalisht dhe kërkoj nga Këshilli Drejtues të marrë masa konform rregulloreve të brendshme të ndërmarrjes. Pasi ju publikisht e deklaroni si qytetar edhe si këshilltar se atë ditë vetura është shfrytzuar për nevoja private, do të kërkojnë nga Këshilli Drejtues të ngre iniciativë konform rregulloreve së ndërmarrjes që të merren masa për rastin e fjalë, sepse jo për drejtorin, po unë personalisht nuk toleroj që askush vetura zyrtare të komunës të shfrytëzohen për nevoja private, pas edhe nevoja tjera, sepse këtë nuk e jap me shembullin tim. Unë nuk shfrytëzoj veturë publike të komunës për as nevoja partijake, as nevoja private. Prandaj këtë si iniciativë do të kërkohet nga Këshilli Drejtues të rishikojë rastin edhe të marrë masë. Kryetar shumë, jo të verifikohet tash edhe me një fakt tjetër do të tregoj. Do thonë këtu e kemi kalendarin e lidhjes futbollistike komunale.
Le të dalë drejtori, le të na tregoje, ta përfundoj unë, le të dalë drejtori, le të na tregoje. Me 250-2026 ditë e shtunë, kaloj gjenerata 2016 FitKit Renova, ora 9:30, edhe TETEX FitKit në ora 10:20 për gjeneratën 2015. Le ta tregoje, e ka shfrytzu për nevojat e gjeneratës 2015 ose 2016. Unë fotojmë ka ardhë në ora 9:19 minuta. Qytetarë që ka qenë prezent aty, e ka pa drejtorin të e pru fëmijën e vetë. Të shmej më të madhe se kjo nuk e dija ka. Kështu që unë e propozoj edhe gjithë këshilltarëve të apim një shembull të mirë, ta shkarkojmë drejtorin. A propozim të shkarkohet, edhe ky propozim do me thonë vje tash në seancë të këshillit, se mendoj se i ka përmbushur të gjitha kushtet edhe sipas raporteve, edhe sipas keqpërdorimeve që i bën, do me thonë të këtyne mjeteve të ndërmarrjes publike të parkingut. Mendoj se nuk ka nevojë për hamendje, të presim ne asnjë fakt këshilli drejtues, ne prandaj jemi zgjedhurit e popullit kështu, ku ka keqpërdorim ne duhet ta sankcionojmë. Prandaj a propozim që prej sot le ta bjerë vëmëroja një drejtor tjetër, nuk është problem, se e di sekretari nuk mund të ndryshojë atë pjesë, ama çka drejtori më mendoj se i kam mbledh kushtet të gjitha të mbledhë stelat edhe të ecë për këtu.